Angelo Aruni la shtëpinë më të famshme në Shqipëri Big Brother VIP. Gazetari rezultoi më pak i votuari në televotim ku ishin të përfshirë të gjithë djemt. Ai nuk ishte as bilet fati, duke mbyllur kështu përfundimisht rrugtimin e tij në Big Brother VIP 5. Ndërkohë pyetjes së Arber Hajdarit se kush e fiton Bigun, Angelo ju përgjigj: "Për mua, duke parë edhe evolucionin që mund të ketë secili karakter deri në atë datë, Stelina." Ndërkohë, për rrugtimin e tij brenda shtëpisë, Angelo u shpreh se zgjodhi të ishte vetvetja, por sipas tij me sa duket nuk ishte mjaftueshëm. Është një lojë shumë emocionale, pak ditë para se të hyja në lojë, zgjodha të isha vetja dhe jo një karakter që ndoshta do të funksiononte në lojë, i ngjashëm midis Kristit dhe Gimbos, por zgjodha të isha vetja, nuk ishte mjaftueshëm, tha ish banori. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.